Sektori i punëve të brendshme Tetov ka njoftuar se ka gjetur pa shenja jete A.B, 42 vjeçar nga Tetova. Ajo është gjetur brenda në veturën Audi Q5 në atarin e fshatit Nerasht. Menjëherë është vepruar sipas denoncimit dhe sot në arat e fshatit Nerasht, zyrtar policor nga departamenti policor të Arës kanë vërejtur një automjet të parkuar Audi Q5 me targa të Tetovës. Brenda në automjet është vërejtur një person mashkull i cili nuk ka dhënë shenja jete, ndërsa në xhamin e shoferit ka pasur një vrim nga një predh e shkrepur. I njëjti në pjesën e kokës ka qenë i mbuluar me gjak dhe dyshimi fillestar është se personi është qelluar me armë zjarri dhe një mjek nga ekipi i ndihmës së shpejtë ka konstatuar vdekje. Në vendngjarje ndodhet prokurori publik dhe ekipi ekspertizës nga SPB Tetov, të cilët janë duke u marrë me rastin dhe kanë konstatuar se bëhet fjalë për personin A.B nga Tetova.